3.7 milion qytetarë do të votojnë nesër për zgjedhur Parlamentin e ri të Shqipërisë, forcën politike që do të drejtojë vendin në 4 vite të ardhshme. Në këtë zgjedhje janë regjistruar 8 parti e 3 koalicione. Në total janë 2046 kandidatë, të cilët garojnë për 140 vende të kuvendit të Shqipërisë që do të zgjidhen në bazë të sistemit proporcional rajonal. Në të gjithë vendin janë ngritur 5225 qendra votimi dhe 93 qendra numërimi, ndërkohë që në njësinë numër 10 në Tiranë e në Vorë aplikohet si projekt pilot votimi dhe numërimi elektronik. Në listën e zgjedhësve 114.642 janë votues për herë të parë, ndërkohë që për shkak të ligjit të dekriminalizimit 1081 shqiptar, të cilët janë dënuar për krime të rënda nuk kanë të drejtë të votojnë. Për herë të parë në historinë e zgjedhjeve parlamentare në vend, 246.000 qytetarë, të cilët jetojnë jashtë vendit, janë regjistruar për të marrë pjesë në këtë garë elektorale. Fleta e votimit është shpërndarë nëpërmjet postës në 85 shtete të botës, e ata kanë votuar tashmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të presë zarfin me fletën e tyre të votimit deri nesër në orën 19. E nëse zarfat mbrim pas kësaj ore, vota e tyre nuk do të numërohet. Sistemi zgjedhor këtë herë ka një risi, pasi lista e kandidatëve është ndarë në 2 pjesë, në listën e hapur dhe listën e mbyllur. Secili koalicion apo parti politike garon me një ekip prej 186 kandidatësh, e në çdo qark 1/3 e kësaj liste është e mbyllur, ndërkohë që qytetarët mund votojnë pjesën tjetër të kandidatëve. Vota e tyre do të përcaktojë se cili do zgjihet deputet në parlamentin e ardhshëm. Zgjedhjet e 11 majit monitorohen nga vëzhgues vendas e të huaj. Prej datës 2 prill në Shqipëri është vendosur misioni i Odirit, i cili po monitoron garën elektorale me një ekip që përfshin 12 ekspertë ndërkombëtar, 26 vëzhgues afatgjat e 300 vëzhgues afatshkurtër.